الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, fillimisht e lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu, që Allahu te bareke ve teala ditët e kaluara të agjerimit i këtë bo kabul për neve, e që gradualisht ne po e përcjellim 1 të tretë në Ramazanit për të hyrë në 2 të tretat të tjera. Do të vazhdojmë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala me ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, ku Allahu subhanahu wa taala na rrofen se gradualisht Musa alayhi salatu wassalam qader pas qaderi, ngjarje pas ngjarje, vështirësi pas vështirësive, do të vjen deri tek maja më e lartë që ka mundësi një njeri me ardh, dhe ajo është ardhja në kaderin e të folurit me Allahu subhanahu wa taala. Ana do ta shohim sot me lein Allahu te bareke wa taala se si Musa alayhi salatu wassalam pasi krijon familje, pasi e paguan mehrin për 10 vite të plota, duke punuar si argat edhe si kujdestar i deleve tek babgjyshi i vet, tek baba i gruas së vet, pasi e plotson këtë afat, atëherë kërkon leje prej prindit të vajzës vet që ta merr familjen e vet edhe të kthehet tek familja në Egjipt, për ta parë nanën dhe babën e vet, për ta parë vllaun e vet dhe motrën e vet, nga se e kishte marrë malli për familjen tek e cila ishte rrit në Egjipt. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, falamma qada Musa al-ajal, kur Musa e plotsoi ejelin, pra afatin. Ejel është afat. Ne ejeli thojnë veç ejelit vdekjes, apo mirë po ejel është çdo afat. Pra ejeli është afati ku ti përfundon. Për këtë arsye thot Allahu te bareke ve teala, e kryti afatin Musa alayhi salatu wassalam dhe në bazë të marrëveshjes tani kishte të drejtë që ta lënë Medienin. Dhe kanë diskutuar dietarët e muslimanëve se si ishte kthyer. A e ka harru çështjen e vrasësit? A e ka harruar që të vrarit? A e ka harruar çështjen e kërkesës së Firaunit për ta mbyt e kështu me radhë? Dietar çfarë kanë thënë? Kanë thënë disa prej tyre kanë thënë ka dashur me hi Tinza në Egjipt, që ta sheh nanën dhe babën. Dhe kjo argumenton për çfarë? Nga se malli ka një herë e te i kalon rrezikun. Pra të merr malli për nanën dhe babën, dhe të merr malli për familje, dhe kitë kjo e te i kalon çfarë? Edhe rrezikun. Pra ka thënë do të hin rrezik, vetëm shkoj ta shoh nanën edhe babën tëm, tek i cili e ka mësua imanin dhe e ka mësua besimin Allahun te bareke ve teala. Pastaj vazhdon Allahu dhe na tregon. Kjo sure që jemi të përcjell në rrëfimin e Musait alayhi salatu wassalam është surja e parë apo ndër suret më të gjata që tregon rrëfimin e Musait alayhi salatu wassalam nga lindja deri në ballafaqimin me Firaunin. Dhe 2 sure të tjera të cilat Allahu e ka treguar në detaj se si ka fol Allahu Musa alayhi salatu wassalam, është surja e 20 edhe surja e 27, surja Maksaj, pra surja Al-Taha dhe surja An-Naml. Allahu na tregon në detaj dhe na sot do të dalim me lein Allahu te bareke ve teala me surën Qasas, ku jemi duke rrofi, pastaj do të kalojmë pak te surja An-Naml dhe detajet do t'i marrim nga surja e 20 e Kur'anit. Këtë kjo dhe çfarë argumenton? Pse ka ardhur gjatë në Kur'an se Musa ka fol me Zotin e Madh te bareke ve teala? Se a ka diçka më të madhe se me fol me Zotin? A ka diçka më të madhe dhe më të lartë se sa kur Musa alayhi salatu wassalam është thirr nga Allahu xhel xhelalu? Ja Musa, inni ana Allah. O Musa i ka thënë, unë jam Allahu. Pra ka mundësi një fjalim mes 2 vetave, mes 2 qenjeve më e lartë se sa Musa me fol me Zotin e vet subhanahu wa taala. Andaj kulmi që e ka arrit qenja njerëzore në këtë rast Musa alayhi salatu wassalam ka qenë takimi që e ka zgjedh Allahu xhel xhelalu për Musa alayhi salatu wassalam, që Allahu t'i drejtohet atina. Andaj i vetmi pejgamber që ka fol me Allahun subhanahu wa taala drejt për drejt, pa Gjibrailin,
pa ndërmjetës është Musa alayhi salatu wassalam. Dhe tani para mendon vëzër këtë madhështi që e ka përfituar Musa alayhi salatu wassalam. Dhe tani pse e tregon Allahu për Muhamedit alayhi salatu wassalam këtë ngjarje për t'i rrëfy se sikur që ty po të zbrat Kur'ani dhe po ti tregon këtë ngjarje, njëjtë edhe ti kemi ja lexuar Kur'anin arabëve dhe diktatorëve dhe zullumçarëve dhe krejt ato kanë mëra një pas një që shkara Firauni me ushtrinë e vet. Për këtë arsye vëllezër ta përcjellim me vëmendje si ka fol Musa alayhi salatu wassalam me Zotin e vet subhanahu wa taala. Thot Allahu jalla jalalu falamma qada Musa al-ajala sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur nara. Kur është nis Musa alayhi salatu wassalam, sikur që ka përmend këta Imam Ibn Gjeriri dhe Imam Ibn Kathiri dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve, ka qenë kohë dimrit dhe ka qenë ftohtë. Dhe Musa alayhi salatu wassalam ka pas shef me udhtu natën. Ka pas shef me udhtue natën. Dhe Musa alayhi salatu wassalam nuk e ka problem udhtimin, nga se përmendëm ka ec pinë Egjipt deri në Median 45 ditë në kam. Tani ka ardhur me deve. Ka ardhur me deve prej në Median për me shku me ukthinë e Egjipt. Thot Allahu xhelal sara bi ahlihi. Tani e morë dhe familjen me veti. E morë dhe familjen me veti. Dhe dallon udhtimin me familje dhe pa familje. Nga se me familje çdo shqetësim, çdo frikë nuk është frikë vetëm për veti, po është frikë edhe për familjen. Ka ardhur tefsir se e ka pas gruajën e vet edhe dy evlat. E ka pas gruajën e vet edhe dy evlat. Thot Allahu te bareke ve teala, duke udhtu natën në ftoftin e madh, ka ardhur tefsir se ka provu natën me ndez zjarrin. Asnjë guri si ka dhez. Asnjë guri nuk i ka dhez. Thot Allahu xhelel xhelalu anasa min janibi at-tur nara. I ka thënë familjes vet, rrini ju pak këtu, umkuthu, rrini pak ju këtu, shkojuni çatje po shoh një zjarr. Ka ardhur tefsir se ata gruaja vet i ka thënë s'ka zjarr. Ai ka thënë unë jam te pa. Dhe ky zjarr dhe ky nur nuk ka qenë që e sheh çdo njeri. E ka pa veç Musa alayhi salatu wassalam. Si veçori prej Zotit te bareke ve teala. Thot Allahu xhelel xhelalu afër kodrës Tur në Sina e pa një zjarr. Dhe i tha familjes vet nalnu pak. Shkoj atje, çka të gjej, do të shohim pasaj në surën Taha ka ardhur detale më shumë. Do na tregon Allahu te bareke ve teala inni thot sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur naran qala li ahlihim kuthu. I tha familjes vet rrini pak ju. Nalnu çdo. Inni anastu naran. Unë gjeta do zjarr. Unë gjeta do zjarr. Ka thënë shkoj ta marr do zjarr, ta marr një gac apo dhe ta ndezi zjarrin tem që ta kalojnë natën me familjen e vet. Thot Allahu te bareke ve teala la'alli atikum minha bi khabar au jadwatin min an-nar. Ndoshta unë shkoj e gjej doni lajm që dikush pyetën din me ma kallzu udhën, ka me shku ka Egjipti, nëse e kup rrugën natën dhe me familje, ka thënë ose e marr do gac edhe vi që tu derisa ta çelë sabaj ta ndezna pak zjarr. Dhe shikoni vëzëkit, kjo është bëhet pa dijen e Musës alayhis salam me kanë kamu takue. Bëhet kit kjo në siklet të familjes se çysh më andez zjarrin dhe pak me ngroh, por Allahu ja ka caktuar këtë diçka tjetër. Thot Allahu te bareke ve teala, thot la'allakum tastalun, ju ka thënë familjes vet ta marr do gac prej zjarrit, ndoshta ngroheni pak. Ndoshta e marr pak zjarr dhe ju ngrohi pak me zjarr. Thot Allahu te bareke ve teala falamma ataha, kur ardha ai zjarri, nudiya min shati al-wadi al-ayman fi al-buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati ay ya Musa. Thot Allahu subhanahu wa taala, kur ardh tek bregu i kësaj lugine, nga ana e majt, nga ana e djathtë, në tokën e bekuar, në tokën e shenjtë. Cila ka qenë toka e shenjtë? Toka e Palestinës. Allah e shliroft nga dora e zullumçarit. Thot Allahu xhelel xhelalu fil buq'ati al mubarakati min ash-shajara, ardh tek një pemë, tek një pemë. Dhe kur ka ardhur kjo pema, ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, kur ka ardhur kjo pema, kërrej gjethet i ka pas gjelbërta, ndërsa zjarri ka qenë i ndezur flak. Pra asnjë gjeth nuk ju ka djeg, nuk ju ka tha, ndërkohë që zjarri o flak i ndest.
Dhe kjo ka qenë për gjërat çuditshme që e ka pa. Që nga se zjarri kur hin në dru, e than drunin, e than gjethin dhe e ban të djegur. Ndërkohë që e ka pa një pemë, zjarri po mbulon aty, po ndezet flak, ndërkohë që nuk ka asnjë shenjë djegje. Thot Allahu te bareke ve teala: "Eja Musa", në terrin e natës, ftoft i madh, e kalon pak anësh familjen duke kërku dy gjëra. Ose e gjen në njeri që di rrugën, ose e gjen pak gacë zjarrit ta marrë. Pra ka ardhi ka thonë a ban ta marr një gacë, ka mendu ta marr një gacë zjarri, ta kalli pak zjarrin se s'po mdes zjarri, që t'i ngrohi familjen dhe i kam dy evlat. Allahu ja e thiri: "Ja Musa, o Musa." Dhe kjo vëzër është maja që ka mbri një njeri me e thirë dikush. Maja që ka mbri një njeri me e thirë dikush. Kush e ka thirë? Rabbul Alemini, Zoti i madh Gjelle Gjelalu. Thëtë Allahu te bareke ve teala: "Eja Musa, inni en Allahu Rabbul Alemin." I ka thonë: "O Musa, unë jam Allahu, Zoti i botrave." Dhe vini re vëzër, do të vim në nesër me lejnë Allahu te bareke ve teala të dobit. Gjëja e parë, me gjithë se ka qenë Zoti i botrave, krijuesi i gjithësisë, furnizuesi, ai i cili ka kriju Musën, ai i cili ka kriju dunjajën, ai i cili ka kriju zjarrin, ai i cili ka kriju diellin, ai i cili ka kriju hanën, ka kriju gjithçka, megjithatë u ka njoftuar me Musën alayhis salatu wassalam dhe i ka thënë: "O Musa, unë jam Allahu." Apo, unë jam Allahu. Ata një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e kritikon një sjellje prej sahabive, i cili një njeri vjen te pejgamberi alaihi salatu wasallam edhe troket nder. Edhe i thonë familjarët: "Kush on nder?" Ai thot: "Une." Keni pa shumë pineve ku shkojnë në shtëpi? Kush on nder? Dvet familja: "Une." Demek une jam i njofshëm, do më e dini ju kusha. Apo më njihni për zani. Pejgamberi sa ka thonë: "Çka puna për ju? Njani për juve vjen nder, e pyesi njerëzit kush ai, thot: "Une." Po une janë, a di sa une janë? 500 une janë. Ku ta di unë cili une janë? Dush me kallzu, unë jam filani. Unë jam filani. Shiko Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Inni en Allah." Unë jam Allahu, Rabbul Alamin, Zoti i botrave. A mund ta baranoj këtë skenë? Sa skenë e madhe ka qenë. Më të ta shojmë se Musa a.s. do të frigohet. Musa a.s. do të mahnit dhe qa të ndodhë me muhe. E ka di qka pejgamber, e ka di qka do më thonë me të shpallë Allahu, e ka di që ka biti Jakubit, do nipi i pest i Jakubit a.s. Ama të flasësh me Allahun drejt për drejt, të thret Allahu: "Ja Musa, o Musa." Çfarë privilegji i madh është kjo vëllazër. Për këtë arsye dëgjoni me vëmendje se si Allahu na rrëfen ngjarjen e Musait alayhis salam, se si ka folur me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu xhela xhelalu: "Wa an alqi asak." E ka pas, do të vim pak detale surën Taha. Ka pas një shkop me të cilin ka mbajt Musa alayhis salam, pra trupin e vet ndonjëherë ka kryer disa prej nevojave dhe i ka sjell gjethe dhe bari deleve të veta. Pra e ka shku në drut, i ka shku në barën e kështu me radhë, e ka pas për këta arsye. Thot Allahu xhelalu ala: "Wa an alqi asak." I ka thënë Allahu xhelalu: "Gjuje këtë shkop." Do të vim pastaj se Allahu në këtë surë Qasas i ka mbështjell disa lajme, pra nuk i ka kallëzuar të gjitha. Dhe disa lajme ka kallëzuar surën Naml dhe disa lajme ka kallëzuar në surën Taha. Për çfarë arsye vëllazër? Për çfarë arsye? Pse nuk e ka kallëzuar Allahu me një surë këtë ngjarje? Pse nuk e ka kallëzuar? Dhe shpesh e bëjmë këtë pyetje plot për njerëzve. Pse Allahu një surë, një ngjarje, herë bën surën me një surë, herë një pjesë ngjarje se bën me një surë tjetër, dhe një ngjarje bën me njëjtën ngjarje në surë tjetër me detale. Për çfarë arsye vëllazër? Që ta lexojnë këtë Kur'anin. Me na pas kallëzu këtë një surë, apo ti e le këtë surën tjetër krejt, apo tani shiko, këtu Allahu e pyet Musa: "Çka është kjo shkopi? Çka i të majt këtë shkopin?" Ama këtu në surën Qasas nuk kallëzon. Kallëzon në surën Taha. Për çfarë arsye? Që ta lexojmë në surën Taha, që ta lexojmë në surën Shuara, që ta lexojmë në surën Naml, që ti lexojmë surën Araf, që ti lexojmë këtë surën. Për këtë arsye Allah e shpërndan një ngjarje në shumë sure të Kur'anit. Për çfarë arsye? Që ti në pjesë ngjarjes tu, që tu s'ka as kjo pjesa, ka lënë surja tjetër. Te surja tjetër të kallëzon një pjesë ta mshë. Për çfarë ta mshë? Thot kalon surën tjetër, që ta lexosh këtë Kur'anin. Për këtë arsye vëllezër, kjo është prej rahmetit Allahu xhel xelalu. Allah ka mujt këtë surë me kallëzu. Ama jo, që ne ta lexojmë sa më shumë Kur'anin, librin e Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu xhel xelalu: "Wa an alqi asak."
I tha Musës a.s. pas një debati dhe diskutimi që e pat me Musën, tha gjuje shkopin. E ka pas një shkop, e ka pas një të lakuar, ku është mbajt, dhe me ta ka krypun Musa a.s. Dhe i ka thanë gjuje shkopin. Falemma ra'aha tehtezzu ka enneha jannun walla mudbiran. Thëtë Allahu te bareke ve teala, i tha Musës gjuje shkopin. E kur e gjujti, e pa shkopi u shëndru në gjarpën i madh. Gjarpën i madh e ka mbulu ketat kodrën. Dhe Musa a.s. kur e ka pa, tehtezzu, ka nis mu lakua jo mu dridha ai gjarpën boll e madhe, apo thëtë Allahu xhela xhela ka enneha jan, si mu kanë e gjine. Lëvizje e madhe e gjarpënit. Nga kush? Nga shkopi që ka pas në dorë. Kitë kjo dhe zërë, çfarë argumenton? Imamu Këthiri çfarë thot? Çka ka dashur Allahu mi kallzu me këtë gjujt me gjarpënit? Ai shka e ban gjarpënin, gjarpën e ban shkopin, gjarpën edhe ban gjarpin shkop. Ai çka e ka bo njeri pi ujit, apo e ka bo i njëti lopën për ta ndjeti krenarien që i njeri këshire lopën, i njëti kriju të ka bohe. Këshire mizën, kush e ka kriju mizën? Pse Allahu që i ka sfidue paganët dhe ata shka zbesojnë, a zbesoni po? Haj krijon e një mizë. Një mizë, jo lopë, se lopa shumë e madha, 1 kg, 800 kg. Hajt krijoje një mizë e vogël, së ne krijojnë dhe zërë, së ne krijojnë. Ka dalim me krijuat e dini atë dronin, nuk o mizë ajo. Ajo punon me qfarë? Me drejtimin tanë, me udhëzimin tanë, që ka jep këtu. Jo, mizë vetë më funksionua ajo. Ska mundësi dhe zërë. Ska mundësi me fri shpirt. Për këta si Allahu që dhe thot, lëkej asak, gjuje shkopin. E pse me gjujt shkopin? Sepse nuk ka mundësi me gjujt shkopin edhe mu shëndru në getat gjarpën. Ne do të vim kur të vim të sihirbaz. Sihirbaz kanë me provu të njëjtën, ama sihirbaz veç i tutin me sin. Apo sihirbaz i shlojnë se hirët, veç mi u duk njëzë kishën e gjarpën, a me nuk ka gjarpën. Andaj Allahu që i thot gjuje ti gjarpën në original, që atës janë gjarpëna. Edhe i kafshon këtë ato shka, i kanë shlu ata. Thot Allahu te bareke ve teala, walla mudbiran. Ka fillu me vrapu të ik Musa a.s. Apo shikohëzër me kana të fol me Rabbul Aleminin. Ama kur ka dal ki gjarpën i madh, ka hik Musa a.s. A i foli Allahu e në Rabbul Alemin, unë jam zoti i botrave. Ama kur u ba ki gjarpën i madh, shikohëzër natyra njerëzore. Apo natyra njerëzore. A ka çka tha Allahu kur i kipi Firaunit? Doli friksum. O njeri është ai. Njeri është ai. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa lam yu'aqib. Edhe nuk e kthen të kriju prapa, as nuk ta shohë. As nuk do me e pa. Nga se ka kriju ajo çfarë? Të merë të madh. Kanë diskutu dietarët pse Zoti ja ka mundsu Musës me pa qëta. Pse ja ka mundsu? Që t'ja heke frikën pi Firaunit. Ku shkoje ti Firauni, me thonë, qa kum pa unë e gjarpën, ti kërkush i një kyje. Qfar të meri unë e kum pa, qfar të gjarpën i kum pa unë, ti kërkush nuk i je. Apo? Dhe e dyta, që kur t'ja ushloje si hirbazve, mutu dveq ato, jo ki, këti mi u bëhe normale. Andaj Allahu gjele gjelalu, ja ka largu këtë frikën Musait a.s. që të balafaqot me Firaunin. Ose Firauni që thap, grada me lartë e ushtarëve general që ka qenë në Egjipt. Dhe veç kur ka nejt me ta, o kon frikë. Andaj Allahu gjele në përmet kësaj skene, ja largon frikën Musait a.s. Thëtë Allahu te bareke ve teala, ja Musa, aqbil wa la takhaf. E ka thirë Allahu gjele, o Musa, këthau ka unë, mos u tut. Kush e të thirë? Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë o Musa, mos u tut. Eja këtu, nuk dëmton ti kjo. Kjo ka mu kanë në favorin tanë. Kjo ka mu kanë ushtari jot. Kjo ka mu kanë në luft me ty kundër Firaunit. Thëtë Allahu te bareke ve teala, inneke minel aminin. Ka thënë ti je i sigurt. Ti je i sigurt, ti je i mbrojtur. Ti i garantuar prej anës time. Kush ti fol? Rabbul Alemini, Zoti i botrave. Thëtë Allahu te bareke ve teala, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghayri su. I ka thënë, kjo është argumenti i parë, gjarpni. E gjuhën shkopin, ba gjarpën. Dhe ky shkop jo veç gjarpnin. Ky shkop do ta thënë edhe detin. Ky shkop nga gurit do të nxjerr ujë. Ky shkop Allahu i tregon mbive të Israilit se ai i cili gurin e ka bo guri kur doje nxjerr piti ujë. Ai i cili ka bo detin deti kur doje e than. Ai i cili ka bo gjarpnin kur doje e kthen dhe e zhduk.
Ky është Allahu subhanahu wa taala, bën çka don me krijesat e veta. Thot Allahu xhel xelalu, usluk yadaka fi jaybik. I ka thonë një argument tjetër. Cila është argumenti? Ka thonë usluk yadaka fi jaybik. Ka thonë shtin e dorën tënde në xhep. Pra mloje me teshën ku e ki xhepin tënd. Ka thonë shtin e dorën tënde në xhep, te khruj bayda. Pastaj nxjerrë edhe del dora plot dritë. Plot dritë. Thot Allahu te bareke ve teala mi ghairi su, pa asnjë njoll të dritës. Pra e ka shti dorën Musa alayhis salam në xhep, edhe çka ka bë? E ka nxjerr plot dritë. Plot dritë. Ka shkëlqyer për dritës të madhe. Dhe kjo nuk ka natyrshme vëllazër. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, "Wadmum ilayka janahaka min ar-rahb, fadhanika burhanan min rabbik." Ka thonë tash, e ka në tefsir çka përmend Imam Bukhari se Musa alayhis salam kur e ka pa Firaunin, sa herë ka një shqetësim. Sa herë që ka pa Firaunin, u shqetësua. Ja ka prish këtë kompletat mizazin, atë natyrën e qetësuar. Sa herë që ka pa Firaunin. Në ka arë transmetime nga Abdullah ibn Abbas radiallahu an, se edhe i vogël kur e ka në Musa, kur e ka morë në prejën, kur i ka thonë asia, merë pak për gdhele këtë djalin që ka pa adoptojna, që ka pa Musa a.s. i vogël të u konë, ja ka shkull mekrën. Hyq, sa herë që ka pa Firaunin, se ka dashtë. Asnjëherë. A e ka transmetime se ka thonë tjerë me ke Allahu. Dhe edhe kur u arrit se ka dashur. Nuk e ka dashur Firaunin. Dhe ju ka shtu mlefi kur e ka përzon. Ju ka shtu mlefi kur ka thonë duhet të vrah Firaunin. E ka gjujt, e ka shlu ushtrinë vet për me vrah Musa alayhis salam. Dhe kjo ka kriju frikë, i ka thonë Allahu xhel xelalu. Shikoni, ka thonë wadmum ilayka janahak. Ka thonë e tash futë dorën tane në zemrën tane. Në gjoksin tan. Min ar-rahb, ta hek tutën. Dhe thot Imam Bukhari rahimahullah, shpresojmë që kjo ndonjëherë t'i bën dobi edhe besimtarëve që s'janë pejgamber. Kur nga frika e madhe, apo për shembull, njeriu kur e friksuar dhe çka bën, e vendos dorën te zemra e vet. Thot Imam Bukhari, me rahmet Zotit ndodh që më tu qetësu frika. Thot Allahu te bareke ve teala, udmum ilayka janahaka min ar-rahb. E nga friga që e ke prej Firaunit, e nga kjo pamje që e pave pi gjarpnit, qetësoje zemrën duke e majt dorën në zemrën tane. Fadhanika burhanan min rabbik. Këto janë dy argumente të Zotit tan. Çfarë argumente? Shkopi gjarpën edhe dora del drit dhe ja qetëson të rrahurat e zemrës Musa alayhi salatu wassalam ila fir'auna wa mala'i. Këto i ki dy argumente. Do të vinë edhe argumente tjera të Zotit xhelal për Musa alayhi salatu wassalam deri ku që atje ku jetu shkuti, ama s'ka me shku tinza, se ka dash tinza me i Musa alayhi salatu wassalam në Egjipt, ta shofe në anën e vet. Allah ka thënë ila fir'aun. E tash kemi shku ti Firauni, jo tinza, kemi shku drejt për drejt. Mirë po, çish mi shku drejt për drejt ku aja të li për me evra? Apo a dul Musa alayhis salam se thonë s'kam takat mu ballavaçu me Firaunin, ama tash të fol me Rabbul Alaminin. Andaj do t'i thot Musa alayhis salam Zotit vet. Ka më thonë o Allah, unë s'moj me shkue, sa ta mlipi me mvra mua. Mi pa Allahu xhelala e ruan Musa alayhis salam. Thot Allahu te bareke ve teala ila fir'auna wa mala'i. Ki me shku të Firauni dhe të shteti i ti. Mele, ka thonë djetarët, janë sigurimi Firaunit, policia e Firaunit, ushtria e Firaunit, ministrat e Firaunit, generalet e Firaunit, dhe gjithë shka ka qenë shërbimin e Firaunit, Allah e ka qujtë mele, grumbulli Firaunit. Shko të grumbulli të Firauni dhe të grumbulli Firaunit, komplet të fuqia e ti qka e ka. Thëtë Allahu te bareke ve teala, innahum kanu qauman fasiqin. Me të vërtet Faraoni me këtë komplet atë grupin e vet është popull i prisht, popull i degradum, popull i lig, gjunahqar, mëkatar, pabesimtar ndaj Zotit te bareke ve teala. Qala rabbi inni qateltu minhum nafsa. Ka thënë o Allah, o Zoti jem, si të shkoj une kur unë e kam vra një shpirt pa hak, gabim, ti e di. Qateltu minhum nafsan, edhe ai o egjiptian. Dhe ata tash e kanë një vjegës kundër mua, e kanë një sebeb kundër mua. Thëtë Allahu xhelle xhelalu, tha Musa, fa akhafu an yaqtulun. Unë kam frikë Allah se ku
mbrasin. Kujta ti thonë vëllezër, krejt që to çka kam i thonë Musa, a nuk i di Zoti? Po ka pas qef me fol me Zotin e vet. Që do të vim në surën Taha, e ka zgjat muhabetin Musa alayhis salam. Krejt që to çka kemi thonë i di Zoti. Andaj vëllezër, nga këtu e mësojmë një dobi, do të vim te dobi të radhës. Qase tani e kemi vetëm për ta rrofyje çka ka ndodhur me Musa alayhis salam. Krejt çka kemi thonë ti i di Zoti, po Zoti do mi thonë ti. Krejt çka kemi lut, Zoti e di, pa i do të lutesh ti. Ai e di çka duhet. Çka i tha Musa alayhis salam kur iki në qytetin Median dhe u ul te pema? Çka tha? Rabbi, unë tha kam nevojë, çka do që të më japësh prej hajrit. Çka tha Abdullah ibn Abbasi? Tha kishte nevojë me hangër buk, e jar marrë me tha në Zot liberën buk, tha zbritëm doni hajr. Çka do kofta ajo? Allah e di çka duhet ti, po thuje. Allah do me nipi ti duajën. Allah do me nipi ti e lotin. Allah do me papi ti e dënesën. Kur ti me modesti dhe për ullë dhe o Zot ja Rab bjerëm. A nuk e di çka i ti? Po e di. Çka i tha Musa? O Allah tha tutna se mrasim. Po a nuk e di Musa? A nuk e di Zoti si Musa po tutet? Po e di. Ama duhet me shpreh. Se pas shprehjes vjen vendimi. Pas shprehjes vjen përgjigja. Kur ti lutesh ti Allahu ta vjen përgjigjen. Tha Allahu te bareke ve teala, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan, ta unë kam vrarë njëri dhe kam frikë se mrasin. Dhe kjo është natyra njerëzore. Dhe te Firauni nuk ka pa hesap e vrasja. Hiç nuk ka pa hesap e vrasja. Vritesh sikur që hiç. Edhe kur kujna, kur gjë nuk mundet më i bëhe. Mirë pa Allahu xhelalu këtu vëllezër don me ndryshuar më historinë. Kur vin pejgamber ndryshon historia. Kur vin pejgamber, krejt kahja shtrati merr kët anën tjetër. Thot Allahu te bareke ve teala, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana. Ka thënë o Allah, unë kam një vëlla Harunin. Zoti ka krijuar një vëlla Harunin. Ai kur flet është më i qartë në të folur. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullah, thuhet se Musa alayhis salam ka pas të ngecur në të folme. Ngecur në të folme. Disa dietar kanë thënë ashtu e ka pas, i lindur. Disa kanë thënë jo, nuk ka lind ashtu. Por kur ja ka ngrem mjekrën Faraunit, Farauni ja konte mit. Dhe i ka thënë gruaja Faraunit, mos e mit se gjuna kjo është fëmijë, diçka të bë. Ka thënë çysh me ditë fëmijë, ki ka thënë çysh po dim ma ngrem mjekrën. Apo, edhe çka ka thënë jepja do ari margaritar, edhe do gaca. Si ta preke arin atu dit, si ta preke gacën nuk atu dit. Edhe çfarë ka bë? E ka marr, e ka prek gacën, edhe e ka prek me gjuhën e vet. Dhe nga ajo e djegur i ka met si një lloj e mete kur a shpreh Musa alayhis salam. Edhe çai ka thënë o Zot, këtë mesazh që do të më ia Firaunit, unë kam një vëlla Harunin. Në ditë për ditëve kanë diskutuar sahabët e pejgamberit alayhis salam se cili vëlla o ka në vëllavi më i mirë ndaj vllavit vet. Edhe i ka një Aisha radiallahu anha, ka qenë në deve. Tu diskutu, edhe ka thonë filani o ka në vllavi më i mirë i filanit, filani o ka në vllavi më i mirë i filanit. Ka thonë Aisha, vllau më i mirë i vllavit vet është kush? Musa për Harunin. S'ka vlla më të mirë që i ka begatue, i ka dhënë të mira vllavit vet si Musa Harunit. Pse? Ka thënë o Allah, ban ma edhe vllavin pejgamber. A ka doni më të mirë se çka? Musa dhe më ka thënë o Allah, edhe Harunin ban ma pejgamber. Allah ka thënë laqad utita su'laka ya Musa, u kri edhe vllavin e ki pejgamber. Me njëre ka thënë Allahu te bareke ve teala. Po këtë arsye nuk ka begati që një vlla ja ka bëu vllavit vet më të madhe se sa Musa vllavit vet. Pse? Ka thënë o Zot ban ma edhe vllavin pejgamber. Dhe ja ka thënë Allahu xhela më një herë. Po këtë arsye thot Allahu te bareke ve teala wa akhi Haruna. Ka thënë edhe vllavin ban ma pejgamber. Edhe vllaun ban ma pejgamber sepse ai din më mirë me fol. Afsahu minni, shprehet nuk ka ngecje në gjuhë. Thot Allahu te bareke ve teala fa arzilhu ma'i rid'an. Dërgoj edhe atë pejgamber të jetë krahu jem. Le të jetë krahu jem, yusaddiquni, ai ma vërteton mu fjalën, ai ma vërteton mu pejgamberin. Pra edhe ai si pejgamber, edhe që di me fol më mirë, kur ndoshta ato, shikoj ka ditë Musa alayhis salam sepse ato kanë mukap, se ato veç çat punë kanë për mukap dikon për vjekza. Kanë mukap se ti si tu shpreh mirë, e kanë me thonë si na tu të morr vesh. Atëra kam Harunin, ai cili e ndihmon qartësimin e mesazhit të Zotit te bareke ve teala. Inni akhafu an yukadhibun. Ka thënë o Allah, un kam frikë se kanë më thonë rëna cak.
kanë frikë se kanë më thonë gënjështar, se sti si pejgamber. Thot Allahu te bareke ve teala, qala sanashuddu adudaka bi akhik. Do ta forcojmë krahun tan o Musa me vllahun tan. Bi akhika wa naj'alu lakuma sultana. Dhe na kena më jodhan juve një sultan. E cili është sultani, vëllezër? Kanë thënë dietarët, sultani është argumenti. Dhe gjithmonë kur përmendet në Kur'an sultan, është për qëllim argumenti i Zotit xhelel xhelalu. Se tani do të ballafaqohen dy sultana. Dy sultana. Sultani, këtë rast i pari, diktatori më i madh i kohës vet, Faraoni. Me atë i cili Allahu e ka bo pejgamber dhe i ka dhënë sultan, ama jo sultan diktati, po sultan argumenti dhe fakti. E Allahu thot: "Wa naj'alu lakuma sultana", na kena më dhënë juve sultan. Shikoj se gjithë këtë sultan ja ka dhënë Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ka sultan më të madh se sa 2 miliard njerëz me zbatu urdhin e një njerit i cili ka vdek para 1446 vjetëve? Minus 10. Që sa ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam? Pse ka bëu hijret? Sot jemi 1446. Minus 10 që ka jetu në Medinë. Pra që 15 shekuj ka ndru jetë ai i cili ka thonë ninoni, agjeroni. 2 miliard njerëz agjerojnë. Ku është ai mbreti që na ka thonë më agjeru? Ku është ai i cili ka zbrit Kur'ani? Ka ndru jetë. A ka dikush sot në dunja që ka sultan, që ka pushtet, që ka perandori, që 2 miliard njerëzi me ngue, a i ka dek? A ka? Përveç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka dikush pushtet që 2 miliard njerëz në komplet globin, pa kur far ushtrije, pa kur far policie, pa kur far arme, me i bind që mu thirë ezani eshhedu enne Muhammeden Rasulullah? A ka? A ka pas dhe diktator? A i mundet me pas dash me e bohe, ama nuk i dhez. Sigurisht ka dash edhe Enver Hoxha, sigurisht ka dash edhe Stalini, sigurisht ka dash edhe Hitleri, edhe plot edhe Tita, sigurisht ka dash. Që mi u përmen emri, kur? Ama me vdekin e tina, janojnë që ati një shtatore, dikur mo e hekin edhe shtatore, edhe si e të kur gjo. Pi kur ka ndrujet Muhamedi alayhi salatu wassalam? Mirë po që pas më të shejko dhe zër, qytet e katun, shtet e glob, në gjdo ven, pin skaj e në skaj, në gjdo minare e shhedu enne Muhammed e Rasulullah. Dëshmojmë se Muhamedi është i dërguri Allahut. A ka sultan ma shumë se që kaq? A dhe shka dhe Allahu gjela, wa naj'alu lakuma sultane, na ju jap në sultan. Dhe se shika Allahu që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjatë këtë sultan. Dhe sa ju ka thonë Allahu sultan, ndjekësve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulemave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ti ki ma shumë sultan e Ebu Hanifja? Të li ka ma shumë sultan? Ti mi dhanë komplet familjes tane, apo mi ja u dhanë i dispozit, apo dhe vjen një tjetër thot Ebu Hanifja ka thonë ndryshe. Ato shka thonë ti, rëqati se s'po të ishe kur gjo. Që ka thonë Ebu Hanifja? A ti ki ma shumë sultan a Imam Shafija? Ti mi i bind këtë njerëzit, qështua meselja. Vjen dikush thot Shafija s'ka thonë qashtu. Çka thonë njerëzit? Rëqati më s'folë se shishe ka thonë Shafija. A kupton shka në sultan o vëllezër? A kupton shka në sultan? A di shka në sultan kur Allahu Gjellewala ta jep emrin Sheikhul Islam, Hoxha i Islamit. Për qemull, sa hoxalar ka dunjaja? Qindra mija, ndoshta miliona, në këtë 2 miliard musliman. Mirë po, kur thuhet në ligjerata, ka thonë Sheikhul Islam, Hoxha i Islamit, qa ju shka ndërmen? Ibn Taymija, Ebul Abbas, Taqiyuddin, Ahmed ibn Taymije. Qëka i ka dhënë Allah? Sultan e ka dek 728 hijri ka ndrujet. Ama Allah i ka dhënë sultan. Që kjo sultani? Sultani argumentit, sultani kur ti ki fakte, nuk o sultanit e takati. Shiko tani do të ballafaqohet takati fizik, takati ushtarak, takati i perandoris me një njeri cili vjen me dele, me një shkop dhe me gruin e vet, me difmi. Vjen të Firauni edhe do t'i thot, unë jam i dërguar i Allahut të ti. E tash do ta shohim kush ka sultan. A ka sultan Faraoni? A ka sultan Musa alayhi salatu wassalam? A ka pas sultan Ebu Gjehli me këtë ushtrinë e vet dhe zebanit e vet? A Muhamedi alayhi salatu wassalam me sahabit e vet? Kush ka pas më shumë sultan? Wallahi sultani gjithmonë me Kur'anin. Sultani dhe pushteti gjithmonë është me argumentin. Nuk ka pushtet mbi argumentin, ma në men këta. S'ka takat dikush me imposht vërtetën.
hiç haroje. Gjithmonë e vërteta ka me dalë në shesh. Gjithmonë fakti ka me dalë në shesh. Pse? Sepse fakti është çfarë? Është vetë ekzistenca, s'ka mundësi ti me hu këta. A mujna na më mbledh këtë dunjaja me thonë, a e mohojna dillin, pe bojna liq, s'ka dill. Apo mujna ta natën me fol. Apo ta natën këtë dunjaja 8 milion njerëz s'ka dill. Vendimi bijët gjikata, kitë gjikata sa i mshojnë ati drunit. A keni pasë që i mshojnë ati drunit? Apo ama a diti kur be a i liq? Si të dale sabaj? Në sabaj, qka në thëtë Allah? E ku met kjo që s'ka dil? Ku met? Sa njeri ka tentu, s'ka islam mo, s'ka mo, s'ka mo gjamia, s'ka mo shamia, s'ka mo me agjeruë, s'ka mo mu fal. Allah u gjave që ka nëzirë sabajnë, hajde tash. E dul dili. Kur del dili islamit dhe vlezër, krejt teorit bin tokë, këtë teorit bin, këtë diktatur bin tokë. Allah u gjaj ka dhanë sultan islamit, për këtë shqe besimtarët mundi krenar, s'ka dikush që e mposh fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk mposhet fejnë Allah u gjellë. Po ka mundësi muslimani mu likështu, ka mundësi muslimani me pas rëthanat dopta, ama islami fejnë Allah u gjaj, jo. Për këtë shqe tha Allah u gjaj, se vë ne gjealu lekuma sultane, do t'ju japin juve sultan. Pasaj qka i tha, fela jasilune ilejkuma, s'kan mundësi me arrit të ju me ju bodam. S'munët Firauni, kur gjam ju bada. Shiko me që këtë fjali, u kri këtë puna. U kri, shko të Firauni, shko se së në banë kur gjam. Dhe da shomi se do të shkon të me lejnë Allahu të bare kjo e tjera. Bi ajatina, shkoni me ajetet tona, shkoni me sultanin e fakteve tona, entuma wa manit teba'akuma el ghalibun. Ka thonë, ju të di, bashk me ata që ka ju vinë pas juve dyve, ju jeni fituës dhe nga njëmtar dhe ata të cilë do të fitoni luftën me Firauni. Kjo dhe zërë është rëfimi Allahu gjënë surën El Qasas. I njëti rëfim me detale tjera është i treguar ku në surën Taha. Përse në surën Taha, surja 20 në Kur'an. Ta një jemi duke rëfije, pa do të ndalim e mësimet. Prej ajetit 9 në tregon Allahu gjellë gjellalu dhe detalet të kësaj ngjarje. Thot Allahu xhelalu ala, "Wa hal ataka hadithu Musa?" Atë ka arti ngjarja e Musait. Hadith, sikur sikur ngjarja e Musait gjithmonë e taze, gjithmonë e freskët. Andaj Allahu e ka zgjedhur ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam me mbush Kur'anin për me kam për forcim për Muhammed alayhi salatu wassalam. Ka thënë o Muhammed, atë ka arti ngjarja e Musës. Me ka ardhur shumë sure, po prap ka më të ardhur. Prap ka mu të kalzu. Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, idhra e naran fe kale li ehlihim kuthu inni anestu nara. Kur ju tha, kur e pa një zjarë në ersirën e natës, apo në ftosin e natës, edhe e pa një zjarë, ju tha familjes vetë, rrini këtu se une e gjeta do zjarë. Lealli atikum minha bi qabesin au e gjidu alen nari huda. Ka thonë ndoshta e gjeni gac, copë zjarri, me ndej zjarri me ju kriju ngrotësi, apo shikoni të një detali tjetër. Thëtë Allahu Gjellola, tha Musa, ose e gjej një udhëzim, navigacion, një njeri cili e di rrugën, të e lip udhëzuesin për mja kalzu udhën, me shkuder të Firauni me e pa nanën e vetë, e gjeti Rabbul Aleminin takim, edhe e gjeti rrugën e gjenetit dhe e gjeti rrugën e pengamberis. Pra ishte duke kërku rrugën me e gjeti. Allah ja ka zoj rrugën e dunjazët të akiretit. Rrugën e dunjazët të akiretit. Ki që kjo dhe zëpi ka vjen. A e dini që ka hek Musa dhe ritash? A dini sa lodh Musa dhe ritash? A dini sa ka dhanë familja Musës dhe ritash prej shqetsimit dhe rëziqeve që kanë kaluë për më ardhë, au e gjidu alën nari huda, ndoshta ka me gjetë të zjarri, qëfar? Ka me gjetë udhëzim. Pasaj e thotë Allahu të bareke ve teala, felemma ataha nudje ja Musa. Kur erë të zjarri, Allahu e thiri, o Musa. E një të ngjarje me detale tjera. Inni anë rabbuk. Tu i ka thanë, unë jam zoti jëtë. E një të ngjarje. Mirë, po këtu te surja Qasas nuk ka kallzu këta fjalit. Këtu ne ka dhënë Allahu fjalit të tjera. Pse ne ka dhënë dhe fjalit të tjera? Çka tham? Për me lexu Kur'anin komplet. Thot Allahu te bareke ve teala, i tha Musës, inni ana rabbuk, un jam zoti jot. Fakhla' na'lejk. Ka thënë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, i ka pas disa nalle Musa alayhi salatu wassalam.
të rregulluara prej lëkurës së gomarit. I kanë bëu ashtu. Apo i ka pas nallët. Dhe Allahu ja kur ka mritë kjo pema e bereqetshme në Turi Seina, apo nga ana e djathtë ka dal te toka e shenjtë, çka ka bë? Thot Allahu te bareke ve teala, fakhla'na alejk. Heki kpucët, heki nallët. Dhe kur i ka hek nallët, pse i ka hek nallët? Thot Imam Ibn Kathiri, ta'dhiman, për me e madhnue takimin me Allahu xhel xelalu. Heki nallët dhe tash kemi taku me Zotin tanë te bareke ve teala. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ka thonë ti je në luginën e shenjtë Tuwa. Kanë diskutuar dietar çka është kjo Tuwa. Ka thonë disa prej tyre emri i vendit. Disa kanë thonë Tuwa i e lodh o Musa gjithë këtë udhë e ke kalue, ke mbledh. E Tuwa, çka i thonë gjunarave Tuwa? Kur mbledh shumë dhe i e lodh ke arë në kader të Allahu xhelal me fol me Rabbul Alamin. Thot Allahu te bareke ve teala, wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Ka thonë o Musa, unë ty të kam zgjedh. Nga krejt njerëzimi ka zgjedh Allahu Musa alayhi salatu wassalam. Dhe këtu vëzër çfarë kemi dobi? Se Allahu i zgjedh pejgambert e vet. Allahu i zgjedh pejgambert e vet. A dhe i ka thënë ana ikhtartuka, unë të kam zgjedh tyje o Musa. Ana ikhtartuka. Pastaj ka thënë fastami' lima yuha. Dëgjoj mirë çfarë po shpallet. Ana vëzër nuk përfiton nga Kur'ani i Allahut, nga fjala e Allahut, nga fjala e Zotit, pos ai i cili e zbaton ajetin 13 nga surja Taha. Shkruaje surja 20 2 pika ajeti 13. S'përfiton kur kush pi Kur'anit të Allahit derisa ta zbatojë çka ajet. Cili është kjo ajet o Zot? Fastami', ngo mirë. Shumë njerëz e ngojnë Kur'anin, ama se ngon mirë. Shumë njerëz e ngojnë Kur'anin, po se kupton. Shumë njerëz e ngojnë Kur'anin, thotë, ç'a thave? Çka ke kjo? Çka ke? Fastami' lima yuha, ngo mirë, nuk ka thon fasma'. Isma i thon kur ngo, ama jo me vëmendje. Fastami' i thon lej krejt muhabete tjera, lej krejt angazhime tjera, lej krejt ta shqetësimet çka i ki për diçka tjetër. Fastami'. Apo, sikur kur i thuj ty, ngo këtu, me vëmendje. A je këtu kur i thuj dikujt? A je të ngue, për cjellë me vëmendje. Fastami' lima yuha. E çka kam ju thonë o Zot? I ka thonë, inneni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Farë skene madhe, qëfar madhështi e madhe Musa a.s. me Zotin e vetë. Ka thonë, dëgjo mirë, unë jam Allahu Gjelle Gjelalu, la ilaha illa ana, s'ka Zot që meriton adhurimin përveç meje. Imam Ahmedi rahimahullah, kur është argumentuar se fjala e Allahut, që Kur'ani është fjala e Allahut, është argumentu shpesh me çka jetë. Edhe me surën Al-Qasas, ku thot Allahu te bareke ve teala, ya Musa inni ana Allah Rabbul Alamin. Edhe këtu i ka thënë inneni ana Allah. Ka thënë la ilaha illa ana. Mu'tazilit kur kanë thënë Allahu e ka kriju fjalën e vet te pema, por pema ka fol në vend të Zotit. Allah e ka kriju fjalën e vet te pema. I ka thonë Imam Ahmedi rahimahullah, gjithmonë ja ka lexuar këtë jetë. Ka thonë, a pema ka thonë la ilaha illa ana? S'ka Zot tjetër përveç mua? A pema ka thonë? Shikoj se çfarë argumentimi ka vë. A pema i ka thonë Musës, adhuron mua, fa'budni, adhuron. Andaj për argumenteve më të mëdha. Për ata që dëshirojnë me ditë këtë meselë, sepse tani nuk kemi natë meselë akademike, por për shkak se jemi te fjala Allahu xhelel xhelalu, la ilaha illa ana, s'ka Zot përveç meje. Kush i ka thonë? Allahu xhelel xhelalu. A lejohet krijesa mi thon dikujna la ilaha illa ana? A lejohet me thon? S'ka mundësi me thon. Ka thon Allahu subhanahu wa taala, thot Allahu xhelel xhelalu, fa'budni, adhuron mua. Këtu vëzër disa prej dietarëve kanë komentuar, kanë thënë fjalë Allahu te bareke ve teala, fa'budni, adhuron mua. Çfarë i bie? Thot Imam Ibn Kathiri, ay wahidni wa qum bi ibadati min ghairi sharik. Ma plotso mu të uhidin, plotsoje ibadetin, duke mos bë Zotit shok. Ka thonë disa komentator, Musa a.s. e ka ditë të uhidin, e ka ditë çka është
me adhuru Zotin një, mos mi të bëjë Zotit shirk. Pse ja ka thënë Allahu prap? Se meselja mesele madhe. S'ka mesele më të madhe në dunjë se me adhuru Zotin e madh te bareke ve teala. S'ka mesele më të madhe në dunjë sa me ditë se kush e meriton adhurimin, se kush është la ilaha illallah, cili Zot e meriton i vetmi adhurimin. Përveç Allahu xhela ka Zot? Ka Zot që adhuron pa hak, ama Zot që meriton me hak veç Allahu xhela. Andaj ka thënë fa'budni, adhuro me Musa. Mirë, Musa deri tash kanë ka adhuru Allahu xhelalu. Çka thoi ka Musa alayhis salam më herët? Rabbi najjini, o Zot pështom. Çfarë Zot e ka thënë? Allahu xhelalu. Për këtë arsye vëllezër, Musa e ka ditë tauhidin, po kjo ka ardhur çfarë? Ka ardhur në kuadër të shpalljes. Fa'budni, adhurom tash mua dhe tash do ta kish shpalljen, pra do të zbrese fjala e Allahut në të cilën ti do ta merresh çfarë? Udhëzimin se si adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Dhe falë namazin për të më kujtu mua. Shikoni vëllezër, nuk ka në fe diçka pas imanit dhe tauhidit dhe islamit më të madhe se namazi. Krejt të adhurimet Muhammedit alayhi salatu wasalam i kanë zbrit në tokë. Zeqati, haxhi, agjërimi, krejt në tokë kanë zbrit. Vini re një adhurimit dy pejgamberëve çish ja u ka dhënë Allahu xhelalu. Ku ka bë farz namazi për neve umetin e Muhammedit alayhi salatu wasalam? 7 palçie i nalt atje. E ka ngrit Allahu xhelalu Muhammed alayhi salatu wasalam, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith sahih Buhari. I ka thënë Xhibraili në katin e 7, o Muhammed, unë e dërçetu ti shko më nalt. Unë dërçetu e bota. Tash Allahu atu thirrë dhe më nalt. Kur ka mri vëllezër, çfarë? Në Sidratul Muntaha s'ka më nalt atje. Arshi Allahu xhelalu, çka i ka thënë? Mbi 7 palçie në Sidratul Muntaha, në arshin e Zotit xhelalu, çka i ka thënë? I ki 50 vak namaz obligim. E ka ngrit qaç nalt për çfarë? Për t'ia bë namazin obligim. Andaj nuk ka adhurim që ju ka bë Muhamedit alayhi salatu wasallam farz në qiell pas namazit. Edhe njëri pineve a ka mundësi vëzë me diskutu namazin? Allahu ja universin komplet, krejt ligjet i ka rrotulluar dhe e ka ngrit Muhamedit sa trup deri në altë dhe shpirt, dhe i ka thënë çfarë? Ka thënë 50 vak namaz i kije. Apo e i vetmi i cili i ka thënë Allahu drejt për drejt namazin e ki obligim mu fal, drejt për drejt, pa Xhibrail alayhis salam, cili jo? Musa alayhis salam. Wa aqimis salat, fal namazin. Drejt për drejt Allahu ja. E vetmja kërkesë pi Allahut drejt për drejt është çfarë? Namazi. Drejt për drejt Allahu ja e lip. Shikoj vëllezër, agjërimin kur ka zbrit, kush e ka zbrit? Xhibraili. Ka thënë kutiba aleikum siyam. Allahu po thot kutiba aleikum siyam. Obligimin e kemi agjëruar. Kur ka zbrit haxhi, kush e ka zbrit? Xhibrail alayhis salam. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Plotsoni haxhin edhe umrën për Allah. Kur ka zbrit zakati, kush e ka zbrit? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Falë namazin dhe jepni zakat. E ka zbrit Xhibrail alayhis salam. Mirë po, kur ka ardhur namazi, ka thënë ka dale. Ka më ardhur Muhamedi nalt. Atje ja baj farz. Musa alayhis salam kur ka fol Allahu xhelala, nuk ja ka zbrit Tevrat, po i ka thënë drejt për drejt, aqimis salata li dhikri, falë namazin për të më kujtuar mua. Andaj ma e men, futën në zemër, thellat në shpirt. Namazin e ka lip Allahu drejt për drejt e pejgamberit alayhis salam. E ka hip nalt, i ka thënë falu. Për këtë arsye vëllezër, kur ka zbrit katin e 6 Muhamedi alayhis salam, e ka taku Musën. Ka thënë çka tha Allahu farz, tha 50 vak namaz. Kthaju tha se s'e bajnë. Unë e kam provuar tha. Deri sa zbritin në 5. Për këtë arsye Allahu te bareke ve teala, wa aqimis salata li dhikri, fal namazin, li tadhkurani, salli li tadhkurani, falu që të më kujtosh mua. Për këtë arsye vëllezër, ata që s'falen, se kujtojnë Allahun. Ata që s'falen, si kujtojnë farzët e Allahut. Ata që s'falen, nuk e dinë që ka Allah. Ata që s'falen, njëri thot, valla be i dibe o gjë do thojnë valla e dibe Allahin, po me ditë Allahin, pëse si përgjigjët? Nëse ti e beson Allahun, edhe qaj Allah thot, hajja arës salat, hajde namaz, pëse s'vjen? Apo pëse s'vjen? Nëse njani i thot, une e një babën tem, ama nuk e du, si përgjigjna, kur si shkoj urdit atina në vend, qka i thot dikush, po se pa e bab, ti sa dush du e kam bab, po se paske, se ti me e pas, i bindësh. Kur dikush thot, une e një Allahun, une e besoj Allahun, po falu. Musa alayhis salam çka i tha?
Aqimis salat, falë namazin drejt për drejt Rabbul Alamin, dhe Allahu te bareke ve teala, wa aqimis salata li dhikri, dhe falë namazin për të më kujtuar mua. Pastaj çka i tha, inna sa'ata atiyatun. Vini re vëzër, çfarë gjëra kryesore pi shpall Allahu drejt për drejt Musa sallallahu alaihi wasallam. Me të folmën e parë, në Tevrat Henez urdhë të tjerë vijnë. Kjo është e folmja e parë drejt për drejt me Allahun te bareke ve teala. E para çka i ka thonë, en Allah, unë jam Allah, njihe Allahun, dije Zotin tanë, mësoje për Zotin tanë. Kush është Zoti jo, çfarë emra se si ka, en Allah, la ilaha illa ana, s'ka Zot përveç meje që meriton adhurimi, ka thënë Allahu xhela. Pastaj që ka thënë, fa'budni, adhuron mua, mësoje çka është ibadet, çka mi u bin Zotit madh te bareke ve teala, me dashurinë më të lartë dhe bindjen më të lartë. Pastaj që ka thënë, falë namazin. E treta, e tash, çka vjen pa? Thot, inna sa'ata atiyatun. Ta disho Musa se kiameti ka me ardhë. Sahati, këtu i ka ardhë sahat. Sahati është qasti, apo qasti. Mirë po, qasti, ora, si du shtuj, është bo simbol, emër i përveçshëm, apo i dalluar për kiametin. Apo, kiamet çka i bën gjunë arabe? Mu qun kam. Ama na kur e nina fjallën kiamet, çka thojna? A mu qun kam, a i kiameti madhë. E dina kiametin e madhë. Për këta syve këtu ka arë sahati. Ama ajë sahati, se ajë sahati nalë sahatët mu. Mas që ati sahati, s'ka më sahat. Mas që ati sahati, nuk ka më sahat. Inne saate atje. Sahati ka më arë. Qka në sahati? Ajë moment kur bëhet kiameti. E pi ditën kur bëhet kiameti, nalët sahati. A ka më sahat? Nuk ka më sahat. Thëtë Allahu te bareke ve teala, khalidine fiha. Ati do t'jenë përgjithmonë mo. Nëse o banori gjenetit, Allah në bëf për tënë. Ska më sahat, i gjujnë sahatat, ska më sahat. Edhe për gjenem litë, ska më sahat. Aty do t'jenë për gjithmonë. Për këta si Allah e ka qëtë sahat, se pi ati sahatit, nuk ka më sahat. Dhe të Allahu gjele gjelalu, inne saate atijetun e kadu ukhfiha. Shikoj vëzër, këta jetë shumë është i qëtë që. Ka thënë Allahu gjele gjelalu, inne saate atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a. Ka thënë o Musa, kiameti ora ka me ardhë. Akadu ukhfiha. Do të thënë që ka thënë Abdullah ibn Abbasi, te fjallë Allahu gjele, akadu ukhfiha. Çka dhe zë akadu ukhfiha? Ka thënë ibn Abbasi, radiyallahu anhu, ka thënë akadu ukhfiha min nafsi. Kjo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thënë kiametin s'ja ka më kallëzu kërkujna. Nuk ja kallëzoj as me laqës, as pejgamberit, as ty o Musa s'ta kallëzoj. Se di kërkush kur vën kiameti. E kadu ukhfiha, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, i ka thënë Allahu gjene Musa alayhi salatu wassalam, e fshehi edhe pi vetës gati për nuk fshihet. Pra, veç unë e di. Veç unë e di. Gjithashtu ka ardhur nga Abdullah ibn Abbas, ka thënë akadu ukhfiha la utli'a alaiha ahadan ghairi. Ka thënë nuk i jap asnjë informacion as kujt prej krijesave, që ta din kiametin. As kush nuk e di, as Jibraili, as Mikaili, as Israfili, as pejgamber, as e gjine. Dhe kjo vëzë na mëson neve një meselë shumë të madhe. Mos u tut pi kërkujna përveç Allahu xhelel xhelal. Kur kush nuk din kur gjë as për e gjele, as për afate. Kur kush nuk e di. Kur kush, veç Allahu xhelel xhelal. Andaj Khalid ibn Walidi radhiyallahu anhu, një ditëve në Damask, edhe i dëgjon disa prej muslimanëve sigur janë tërhequr pi disa prej luftrave. Edhe çfarë thot? Qohet edhe i lodh nga lufta. Ka dek në shtrat Khalid ibn Walidi. Shtrat ka dek. Edhe u ka qu pak si me vështirësi me se u ka que, edhe ka thonë fala namet a'yunul jubana. Kur gjumë mos bafshin ata shkatutën. Kur gjumë mos bafshin ata shkatutën. Pra ata shkatutën ja bidikujt jashtë Allahu xhelel xhelalu. Pse? Ka thonë nëse dikush kish vdek pi shpatës, apo pi shigjetës, apo pi thikës i shakon une, s'kam në trupin tem pjesë vetë se e ka rrug shpata, shigjeta, thika, goditja, e kështu më radhë. Ka thonë, ja po vdes që ish vdesin njerëzit normal, në shtrat. Pra këta si jo vëzër, Allahu Gjellizja pa e shkrujt vdekin, nuk vjen ajo. Nuk vjen ajo. Pejgamberi alayhis salam në Uhud e kanë rrëdhue. Gati a kanë të emit.
sahabët kanë menuar që e kanë vrarë pejgamberin alayhis salam. Mirë po, Allahu e ka rujt. Për këtë arsye vëllazër, çka thot Allahu xhelal, e kad ukhfiha. Kush e di kiametin? Kush e di kur ka me dhik? Wala tadri nafsun bi ay ardin tamut. Thot Allahu te bareke ve teala, dhe asnjë shpirt nuk e di në cilën tokë ka me vdek. Në cilën tokë ka me vdek. Për këtë arsye thot Allahu te bareke ve teala, e kad ukhfiha. Gati e fshehi. Pra nuk ja kallzoj askujna. Sikur që ka thënë Allahu te bareke ve teala, kul la ya'lamu man fi s-samawati wal ard al-ghayba illa Allah. Thuaj o Muhammed, gajbin të fshehtën nuk e din qiell edhe në tokë përveç Allahut. Nuk e di kurkush përveç Allahu te bareke ve teala. Në ajetin ka thënë thaqulat fi s-samawati wal ard la ta'tikum illa baghta. U karanua në qiell edhe në tokë kiameti, ama nuk vjen pos befas. Nuk vjen pos befas. Dhe kjo vëllazër, tani kjo nuk e kemi na këtë meselë, po shkurtimisht. Kreç çka i dëgjoni, në çka vit bën kiameti. Më duket e kanë bën llogarin çka ditë, e kam lexuar. Ket janë kot. As mos e lodhni kryen. Çka vit del dexhali, çka vit kam u bë kjo luftë. Ket janë, ato janë nuk ka asnjë lloj bazë. E ka du khfia. Allahu ja çfarë thot? Allah Abdullah ibn Abbas ka thënë, Allahu ja veç vetja vetë di. Vetë Zoti i Madh te bareke ve teala e di kur bëhet kiameti. Ata ne nuk duhet mu angazhue kur ka dal kjo shenjë, a mos po dal kjo shenjë, ti angazhoje veç me nisan. Banu rob i Zotit. Po o xha me dal dexhalli, po me dal dexhalli i thu ti kanë dexhall. Çka ka të madhe këtu? Ti kur bash rob i Allahut, e çish me njoftun po e njeve, e nje. A pe ditë të në rranca pazara, e di. E di kur manovron. Kur ha dikush dexhall i vogël, çka ka thonë Sheikhul Islam dexhajile, dexhallat vogël. A pe njëti ata, po pe një. Edhe i madhi kur dalet, s'ki nevojë mu angazhu me ta. S'ki nevojë me u angazhu me ta. Thot Allahu te bareke ve teala, li tujza kullu nafsin bima tas'a. Ka thonë o Musa, kiameti ka me ardh dhe do të shpërblehet çdo shpirt për punët e veta. Çdo shpirt për punë e veta, nuk ka rrugë tjetër vetë se me ardh kiameti. Vetë se me ardh kiameti. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, duke ju drejtuar Musait alayhi salatu wassalam, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Ka thon o Musa, mos të largoje ty, mos të pengoje prej rrugës Allahut, prej rrugës së Zotit xhel xelaluhu, men la yu'minu biha. Ai cili beson kiamet, ai cili beson ahiret, ai cili beson te Zoti i Madh te bareke ve teala, wattaba'a hawa, ai ka shku pas epshit vet. Çka vëzër, këtë Firaun edhe ushtrinë e vet dhe shtetin e vet e ka përshkruar Allahu me një fjalë. Wattaba'a hawa, çefeve të vetë ka shku pas to. Kto janë njerëz që i shkojnë çefeve të veta pas. Thot fatarda, e me bomi shku pas atynve, shkatrohesh o Musa. Shkatrohesh o Musa. Pas atë Allahu te bareke ve teala në vazhdim, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Ka thënë o Musa, çka ki në dorën e djathtë? Çka është kjo çka ki në dorën e djathtë? Dhe kjo është çfarë argumenton? Allahu e din, por po e pyet, nga se kanë thënë dietarët, e ka ditë Allahu se Musa ka qef me fol me Zotin. Apo ka qef me fol me Zotin. Andaj Allahu e di çka e ka, shkop krijesë e Zotit. Allah i thot Musa, çka e ki në dorë çka te djathta? Ka thënë qala hi asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Dietarët e muslimanëve që kur kanë lexuar këtë ajet kanë thënë Musa alayhi salatu wassalam e ka zgjat muhabetin më shumë se sa duhet në bazë, çfarë? Se në realitet njeriu për shkopin s'kallzon çat shumë. Ama ka dashur me bë muhabet me Allahun e vet xhel xhelalu. Ka thënë ky shkopi o Zot, ka thënë hi asaj. Ka thënë mas po kjo është shkopi jam. Ha, kjo është shkopi jam. E dyta, atawakkau alaiha. Unë ka thënë këtu mbështetna. Apo këtu mbështetna. Pastaj ka thënë wa ahushu biha ala ghanami. Dhe ju jap me hangër deleve të mia. Ju bi gjethe, ju bi bari, i shkuni drunt e kështu me radhë. Pastaj ka thënë wali fiha ma'arib ukhra. Ka thënë edhe sosi punë tjera dhe kam dëshira tjera me të cilat i sosi me këtë shkop. Qala alqiha ya Musa. I ka thënë Allahu xhelalu gjujo Musa. Edhe këtu ka ardhur fa wa alqi asad. Gjuje shkopin. Turën taha, çka ta thon? Ka bë muhabet me Zotin xhelalu për shkopin. Vini re vëllezër.
Allahu xhel xhelalu nuk I shikon njerëzit nga pushtetet e tyre. Nuk I shikon nga pushtetet e tyre. 45 ditë ka ecë në kam Musa. I lodh I raskapit 1400 kilometra. Njeri cili ka rujt dele 10 vjet. 10 vjet dele ka rujt. E ka morë një shkop I cili ka pas për barin e deleve dhe e ka majtë ndorë, ka thonë dhe I kanë do dëshira tjera me të sa t'i kry këto. Shkop. Njeri vetëm, grujen e vetë me 2 evlad. Firauni në pallat. Veç këto halë ka qka I ka pas, kitë taltanit I ka pas. Andaj kur ka taku me Musa, që do t'vi ma vonë, ka me thonë, I ka thonë, sa I zdeja, I kini po këto zdi që të rëshka, pushtetar. I ka thonë, o Musa, po të ski altanbe, ka qitë dorën e vetë dhe me. Që ka lidhja ka altan Musa dhe, ki me Rabbul Alemin, me atë zoti cili ka kriju altanin ka fol. Për këtë asyjo dhe zërë, pse ka dikush pushtet, e status, është zengin, nuk I bet që është I dashur I Allahu xhele xhelalu. Musa me shkop, ama të vol me zotin e botrave. Nuk është më rëndësi dhe sa pushtet kije, së është më rëndësi sa kera I kije, sa pasuri kije, farshpije kije, sa milionat I kije. A fol me zotin tanë, a ki muhabet me zotin tanë, a ki status me zotin tanë, a diti mu ullë në të shëhud, a di me rënejt në ruku, a di me rënejt në sejtë. Që kjo është vëzër madhështia e robit në këtë dunja. Thëtë Allahu të barek e vëtjara I ka dhanë, kale elqiha, ka dhanë gjuja Musa, fa elqaha fa idha hije hajjetun tësa. E ka gjujt Musa a.s. dhe ajo është shëndruar në gjarpën I cili gjarpën është silë shumë, dhe ka qenë një gjarpën shumë I madhë. Kale khudha wa la të khaf, se nu'iduha siratah al-ula. I ka thënë Allahu te bareke ve teala, ka thënë kthej o Musa, kthej o musik. Edhe I ka thënë kape. Në kape. E çish me kap gjarpin tash. Ka thënë kape o Musa, mos u tut. A kon shkop, tash jo ka bo gjarpin. I ka thënë Allahu te bareke ve teala, gjuje bo gjarpin. Kur apo gjarpin ka ardhur në surën Qasas, në surën Naml Kaik. Kur I ka thënë Musa, as këtu, musik. E tash ka I ka thënë o Musa, ka për gjarpën. Kitë kjo vëzër për të largu frigën. Ka për gjarpën. Se nu'idu siratah al-ula. Hajtë se na këta qështu e këthejna prap. Pra, prej në shkop të bojmë gjarpën, e pi gjarpën të bojmë shkop, prap pi në shkop të bojmë gjarpën. Mëse ki këtë problem. Se Allahu gjë I thot, kun, fejekunu, bëhet dhe bëhet. Ka thonë ka për gjarpën. Dhe ka dasht Allahu të stërvit Musa a.s. që ta fut dorën gjarpën dhe edhe ka ardhur transmetime se ka dalë I ka shkuar. Apo, se nga se tabiati njerëzor nuk largohet dhe zot. Edhe derisa Allah prapë ja ka kthie në shkop. Thot Allahu te bareke ve teala, senu'iduha sirat al-ula, thot ne e kthejm çashtu siç ka qenë për të parën herë. Thot Allahu te bareke ve teala, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su ayatan ukhra. Ka thënë shtinë tash dorën tënde në xhep, dhe ka me dal dritë e madhe. Apo dhe nga këtë dorë kur ta shtish prap në zemrën tënde, ta qetson çfarë? Ta qetson ti e frikën që e ke pas për Firaunit, dhe këtë frikën e cilat krijohet prej xhapit. Linuriyaka min ayatina al-kubra, ne po të kallzojmë pi ajeteve tona të mëdha. O zëra, nuk është e madhe. A ka takat njeri prej drunit gjarpën me bo, gjarpën për një me gjarpën. Realisht njeriu materien veç formatin një ndron, kursën e ndron krijes tjetër. Kjo tavolina, ki mikrofoni, hekër. Këti veç ju ka ndrujtu trajta, është morë land, syretin ja ka ndru, ma në men. Njëri veç syretin ja ndron. E merë drunin e ban karrike, e merë drunin e ban shtrat, e merë drunin e ban tavolin, e merë drunin e ban shtyll. Ama veç syretin ja ka ndru. E ki morë pite druni, e ki nundën gjera, a I prap drua. Ska kudret, as kusht jashtë të Zotit Gjelle Gjelalu, që krijesën me shëndrun krijes tjetër, përveç Allahu Gjelle Gjelalu. E ka morë drunin, e ka shëndru në gjarpën. Dhe të Allahu te bareke ve teala, ne po të kallzojnë ajetet mëdhoja. Idheb ila Firauna innehu taga. Ka thonë shko te Faraoni, se aj e ka tepru shumë. Taga, ka thonë djetarët, nga kjo fjalë I është quajtur I pari Iblisi, tagut, që kemi shpjeguar te fjala Allahu la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti. Kush e mohon tagutin? Çka tagut?
Firaudi. Andaj kur e kanë pyet Omar ibn Khattabin radhiyallahu an, i kanë thonë, çka tagut që e ka përmend Allahu ja 8 herë në Kur'an? Ka thonë tagut të shejtani. E kanë pyet Imam Malikun, çka tagut? Ka thonë si cili çka i jepet adhurimi përveç Allahut te bareke ve teala. Mirë, po në bazë çka teprim. Ka thonë shko se te Firauni sa ju ka bot tagut. Çka tagut? E ka tepruar. Pse e ka tepru? Ka thonë adhuromni mua. Adhuromni mua. Thot Allahu te bareke ve teala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basiran. Thot Allahu te bareke ve teala, tha Musa alayhi salatu wassalam, qala rabbi shrah li sadri. Shiko vëzër, gjëja e parë që ka kërkuar prej Allahu xhel xhelalu, ka thënë o Allah, lehtëso ma gjoksin, gjano ma gjoksin. Se kjo punë e madhe. Se njeriu vëzër, shiko, kur ka sa ma punë të madhe, fillon mushkrit i bojnë presion, edhe prekën me zemrën. Ka thënë qala rabbi shrah li sadri, qetëso ma zemrën. Wa yassir li amri, dhe ma lehtëso punën o Zot. Pastaj çfarë ka thënë? Wahlul 'uqdatan min lisani. Ka thonë dhe zgjidhma. Wahlul, o zgjidhe njën e gjuhës time. Pse o vëzër? Se ku të shkojsh të i madhi, kita të lafët që ki pas mja thonë, apo a njani për neve kur shkon me lip nusën dikujt ketë, thot qështu kam i thonë mëzanera, i thonë babgjishit, qështu si të shkoj, e thot, qa mi thonë ta shune? Njeri të e lip një nusën nga të rojë gjua, apo po para me në kur shkojsh të parandori ma i madh, atina 80.000 njerëz i rinë hazër aty, 80.000 vete i rinë hazër. Qa mi thonë? Ka thonë wahlul 'uqdatan min lisani, zgjidh manijën e gjuhës se ngatërrohet nija. Ngatërrohet nija e gjuhës. Gjuha vëzë shka? A sillet gjuha? Sillet, apo? Mirë po, qëfar? Nëse ka presion për imën ajna, fillon e ngatërrohet, bëhet si nije, nuk zgjidhet. Ka thonë wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, ta marrin vesh mirë çka po ju tham. Thot Allahu te bareke ve teala, waj'al li waziran min ahli, dhe ma ban mua wazir. Waziri i thonë ministrit në gjuhën e re. Mirë po, në gjuhën e Kur'anit çka i thonë? Ndihmës. Andaj ministri çka? Ndihmësi i kryetarit. Ndihmësi i kryetarit. Ai jep raport atij manal. Ka thonë, ma ban mua mbështetës dikan pi familjes time. Pastaj ka caktuar. Ka thonë Harun akhi, Harunin vllavin tem. Harunin vllavin tem, ka thonë ushdud bihi azri, forcoma krahun me vllahun tem. Pastaj ka thonë wa ashrikhu fi amri, bëje pejgamber edhe ata. Shiko, bëje pejgamber edhe ata, bëje pjesëmarrës edhe ata. Kej nusabbihaka kathira, ka thonë o Allah, të bëjmë ibadet bashk më shumë. Bam ibadet bashk më shumë, wa nadhkuraka kathira, dhe do të përmendim shumë ti o Zot. Pastaj ka thonë innaka kunta bina basira, ka thonë ti o Zot neve na i di halin ton, na i sheh halin ton, i di të gjitha çështjet e tona. Deri këtu vëzër, të ajeti 35 nga surja At-Taha. Ne kemi edhe ajetet të tjera që i ka përmendur Allahu te bareke ve teala. Mirë po, koha në kam barua, iftari është afrua. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelaluhu na mundson që ta lexojna Kur'anin, që ta mësojna Kur'anin, që të mësojmë nga libri Allahu te bareke ve teala, nga ngjarjet e pejgamberëve. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që këtë ditë të agjërimit, ditë të Ramazanit, Allahu t'i bëj kabul pi neve. Elusim Zotin e Madh subhanahu ve teala që Zoti jon xhel xhelaluhu na mundson që të mësojmë nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta zbatojmë ata në jetën tonë. Elusim Allahun te bareke ve teala që kudo që ja kemi qollu, ajo ka qenë prej Allahut, Allahu na shpërblen, e kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje, prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.